Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së baklavas që mund ta përgatisni këtë vit për festat e fundvitit. Me këtë recetë që do të shikoni sot në video, jam e sigurt që në fund fare do të përgatisni baklavan më të shijshme që do të provoni ndonjëherë. Baklavaja në fund fare do të shkrihet në gojë, petët e saj do të thërmohen, por mbi të gjitha do të ndjekim një procedurë për hapjen e petëve pa lodhje fare. Në këtë rast, baklavan do ta bëjmë me petë të thara si dikur, por pa i hapur petët një nga një dhe pa i thara ato tek e tek, siç i kanë hapur gjyshet tona. Pra në fund fare do të përftoni një baklava si baklavat që bëheshin dikur, pra aq të mira, aq të shijshme, por në këtë rast baklavan do ta përgatisim me një procedurë fare të thjeshtë. Dhe kur të shikoni videon, jam e sigurt që shumë prej jush do të filloni ta përgatisni baklavan me këtë metodë, pasi është një metodë fantastike. Unë do t'ua sugjeroj që ta provoni që të gjithë të recetë, pasi në fund fare askush nga ju nuk do të dështoj, jo vetëm për përgatitjen e një baklavaje shumë të mirë, por as nuk do të lodhet për të hapur shumë petë, sikur veprojmë kur bëjmë një baklava normale. Tani le të nisim pa humbur kohë me recetën. Në fillim do të përgatisim brumin për baklavan. Për përgatitjen e brumit, unë kam përdorur gjysmë kile miell. E kam hedhur miellin tek tasi ku do të përgatis brumin, dhe pasi miellin e hapim pak me duar ose me një lugë, tek mielli shtojmë edhe 3 kokra vezë. Vezët në këtë rast do t'i shtojmë të plota. I shtojmë vezët tek tasi dhe më pas me anë të një luge fillojmë që ato t'i trazojmë mirë me miellin. Gjithashtu mos harroni të shtoni edhe 2 lugë gjelle me uthull. Uthulla në këtë rast përdoret pasi në këtë mënyrë bëhen petët më të shkrifta. Dhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe 1 gotë me qumësht. Qumshti është mirë që të jetë në temperaturë ambienti. Në këtë rast gota është 180 ml. Më pas tek mielli do të shtojmë edhe 1 filxhan me kos. Dhe tek brumi kam shtuar edhe 200 gram gjalp të shkrirë, ose 1 gotë plot me gjalp. E shtojmë edhe gjalpin tek tasi dhe tani do të fillojmë të formojmë brumin. I përziejmë mirë të gjithë përbërësit dhe fillojmë të formojmë brumin. Në këtë rast do të formojmë një brum të butë që nuk na ngjisin duart dhe që në fund fare duart na shkëputen kollaj nga brumi që kemi përgatitur. Nëse do të përgatisni më shumë brum, atëherë sigurisht që do të shtoni edhe përbërësit. Por për një tepsi normale, me madhësi mesatare, me diametër 26 cm, këto përbërës janë të mjaftueshëm për të përgatitur një baklava të mirë. Keni parasysh që brumin ta punoni sa më shumë të keni mundësi për disa minuta, pasi sa më shumë të punohet brumi, aq më e mirë del dhe baklavaja në fund. Pasi keni formuar një brum të butë, vazhdoni ta punoni brumin me duar për disa minuta dhe më pas brumin e vendosim tek tasi dhe e mbulojmë me një qese kuzhine dhe do ta lëmë brumin që të pushojë për të paktën gjysmë ore. Dhe ndërkohë që brumi pushon, ne përgatisim arrat dhe ndërkohë do të hapim edhe furrën që të nxehet në 150 gradë Celsius. E hapim furrën që të nxehet pasi furra në këtë rast do të na duhet për të tharë petët. Pasi siç u thash edhe në fillim të videos, për këtë recetë baklavaje, petët do t'i thajmë, por jo sikur thaheshin dikur një nga një, por do t'i thajmë ato në furrë dhe do ta shikoni edhe vetë se sa i lehtë është procesi dhe se sa e mirë do të dalë baklavaja në fund, njësoj sikur i keni tharë petët një nga një dhe njësoj sikur petët i keni hapur veç e veç. Doja t'u thoja që kur të nisni procesin e përgatitjes së baklavas,
Kini parasysh që ambientin e kuzhinës ku do të përgatisni baklavan ta keni sa më të ngrohtë. Duke përgatitur baklavan në një ambient të ngrohtë, brumi do të ketë mundësi që të pushojë më mirë, të lëshohet më shumë gjatë kohës që pushon, dhe në këtë mënyrë ju kur të hapni petët do ta keni shumë të thjeshtë procesin. Do të marrim brumin të cilin e kishim lënë që të pushonte, do ta shikoni edhe vetë që brumi është bërë akoma dhe më i butë, është lëshuar mirë. Tani brumin që kemi përgatitur me këto përbërës që unë thash në këtë video, unë e kam darë në 10 kuleç. Pra në këtë rast, ne nuk do të bëjmë kuleç të vegjël fare, ashtu siç veprohet zakonisht kur përgatisim baklava, por në këtë rast kuleç do t'i bëjmë të mëdhenj. Madhësinë e kuleçve e vendosni ju në varësi edhe të madhësisë së tepsisë ku do të përgatisni baklavan. Kini parasysh që kur të bëni kuleçët dhe kur të vendosni se sa të mëdhenj do t'i bëni ata, do mendoni që me një kulaç që ju keni përgatitur, të keni mundësi të hapni një petë të madhe, aq sa ç'është tepsia. Pra kulaçi që ju keni përgatitur, të jetë i madh mjaftueshëm në mënyrë që të keni mundësi të hapni një petë të madhe, sa ç'është edhe madhësia e tepsisë. Por nëse keni një tepsi më të madhe nga kjo që kam unë në këtë video, atëherë kuleçët do t'i bëni më të mëdhenj. Tani kuleçët i mbuloj me një qese kuzhine në mënyrë që të mos thahen në pjesën e tyre të sipërme derisa ne të përfundojmë të gjithë kuleçët së hapuri. Tani do të fillojmë edhe me hapjen e kuleçve. Për hapjen e kuleçve do të përdorim niseshte. Do të marrim kulaçin e parë, do ta spërkasim tavolinën e punës me pak niseshte dhe do të fillojmë të hapim kulaçin duke përdorur ose tërhollës të trash ose tërhollës ose pecë të hollë. Unë në këtë rast kam përdorur edhe tërhollës të trash edhe tërhollësin e hollë që përdor zakonisht kur përgatis petë. E kam nisur procesin në fillim me tërhollësin e trash dhe më pas e kam vazhduar me pecin e hollë, por nëse doni, ju mund ta përgatisni baklavan me tërhollësin që e keni më të kollajt procesin. Dhe tani kulaçin do ta hapim në formën e një pete me madhësi pothuajse sa ç'është edhe tepsia. Gjatë kohës që hapni kulaçin, e spërkatni vazhdimisht me pak niseshte nëse është e nevojshme në mënyrë që petat mos ju ngjitet. Dhe kur e hapni kulaçin me madhësi pothuajse sa tepsia ku do të përgatisni baklavan, tani do ta lyejmë sipër me niseshte, siç e shikoni edhe në video. Dhe pasi e lyeni me niseshte, do t'i palosim të dyja anët e petës dhe për çdo palosje që do të bëjmë, do të lyej me niseshte. Tani të dyja anët e petës do t'i palosim sërish duke formuar një katror, siç e shikoni edhe në video. Për çdo palosje do të lyej me niseshte dhe kur mbërrini tek pjesa e fundit, pra pasi keni formuar një katror të tillë, tani të 4 cepat e katrorit do t'i bashkojmë në një pikë të vetme në mes të katrorit, duke formuar kështu një kulaç në formë zarfi, edhe më pas kulaçin e kthejmë përmbys dhe e vendosim në një tepsi të spërkatur me pak niseshte dhe sipër i mbuloni ose me një pecet ose me qese kuzhine në mënyrë që të mos thahen gjatë kohës që ne përgatisim kuleçët e tjerë. Kështu do të veprojmë me të njëjtën procedurë edhe për kuleçët e tjerë. Nëse dikush nga ju mund të mendojë që gjatë kohës që ne i lyejmë petët ka shumë niseshte, mos keni merak fare, pasi gjatë kohës që petët do të hapen, niseshteja nuk do dallohet fare. Pasi gjatë kohës që do të hapim petët më vonë, pothuajse nuk do të përdorim niseshte fare, dhe kjo niseshte është e mjaftueshme për të hapur petët e baklavas. Kjo niseshte që ne përdorim është e mjaftueshme dhe e domosdoshme për hapjen e petëve. Nëse nuk përdorni niseshte siç kam përdorur unë në këtë video, nuk do të arrini të krijoni katet e duhura midis petëve që do të formojmë. Prandaj niseshteja në këtë rast është e domosdoshme në mënyrë të tillë që nga një kulaç i vetëm që ne formojmë të krijojmë
një petë me disa shtresa ose me disa kate, të cilat pasi do të thahen, do të krijojnë edhe ato katet shtresa të baklavas. Në këtë rast, unë kam bërë 10 kuleç, nga të cilët 5 do t'i përdorim për pjesën poshtë dhe 5 për pjesën sipër, pasi në mes do të hedhim arrat. Nëse dikush nga ju do të mendoj që kaq kuleç nuk janë mjaftueshëm për baklavan, do ta shikoni edhe vetë që në fund fare tepsia do të mbushet plot. Ualash ta shikoni edhe vetë me video procesin e përgatitjes së petëve të tjera, në mënyrë të tillë që ju ta keni sa më të thjesht procesin kur ta përgatisni baklavan në shtëpinë tuaj. Dhe tani kur i keni përfunduar të gjithë kuleçët, i vendosim të gjithë në tepsi, i mbulojmë me qesën e kuzhinës dhe kuleçët do t'i lëmë që të pushojnë për të paktën gjysmore ose ndoshta edhe më shumë, në mënyrë të tillë që kuleçët të kenë mundësi që të pushojnë mjaftueshëm, pasi nëse kuleçët nuk pushojnë mjaftueshëm, nuk do të arrini t'i hapni dot ashtu siç duhet për të bërë baklavan. Ndërkohë që kuleçët pushojnë, ne do të shkrim gjalpin. Unë për këtë recetë, në fillim fare kam përdorur 200 gram gjalp, të cilin ja kam hedhur brumit brenda, dhe tani do të shkrim edhe 400 gram gjalp të tjera. Pra në total, për gjithë recetën e kësaj baklavaje, unë kam përdorur 600 gram gjalp. Nëse do të bëni një baklava më të madhe, sigurisht që do të përdorni më shumë gjalp. Gjalpin e hedhim në një tenxhere dhe e lëm që të shkrijë në zjarr mesatar. Kur gjalpi shkrin komplet, tani do të fillojmë të bëjmë heqjen e shkumës që gjalpi krijon sipër, e ulim pak nxehtësinë e zjarrit edhe e lëm gjalpin që të zjejë të paktën për 5 minuta në zjarr të ulët. Dhe këtë e bëjmë në mënyrë të tillë që nga gjalpi të heqim të gjithë hirën dhe kripën që gjalpi ka, në mënyrë që gjalpi që përftojmë në fund të dalë i pastër, pasi në këtë mënyrë, kur t'ja hedhim baklava sipër, ne nuk do të na krijohen ato pikat sipër baklavas, të cilat krijohen zakonisht nga kripa që ka gjalpi. Prandaj gjatë kohës që gjalpi është duke zier në zjarr të ulët, ne me një lugë i heqim pjesën e shkumës që krijohet sipër. Atë pjesë që ju i hiqni, sigurisht mos e hidhni, mund ta përdorni për gatime të ndryshme dhe më pas, pasi gjalpi ka zier për pothuajse 5 minuta, e heqim gjalpin nga zjarri, e hedhim në një tas dhe e lëm gati për baklavan. Mos harroni që të keni hapur dhe furrën në 150 gradë Celsius, të keni bërë gati dhe arrat dhe tepsin ku do të bëni baklavan, dhe tani do të nisim me hapjen e petëve. Pasi kanë kaluar më shumë se gjysmore që ne kishim lënë kuleçët që të pushonin, tani do të nisim edhe me hapjen e petëve. Do të marrim kuleçët që kishim lënë të pushonin edhe do të fillojmë hapjen e petëve ose me tërhollës të trash ose me tërhollës të hollë, varet se me cilin punoni më kollaj në shtëpinë tuaj. Nëse ka nevojë mund të shtoni nga pak niseshte, por në këtë rast nuk ka shumë nevojë pasi petët kanë niseshte mjaftueshëm dhe tani thjesht fillojmë hapjen e petëve, siç e shikoni edhe në video. Do të hapim kulaçin e parë dhe kulaçin e parë do të hapim sa që është madhësia e tepsisë. Pasi kulaçin e parë nuk do ta thajmë, por do ta shtrojmë të njomë në tepsi. Do të thajmë kuleçët e tjerë edhe pasi e hapim kulaçin e parë, me madhësinë e një pete sa që është madhësia e tepsisë, mos harroni që tepsin ta lyeni pak me gjalp dhe më pas petën e shtrojmë në tepsi. Nëse peta ka dalë pak më e madhe nga që është tepsia, mund t'i prisni pjesët anësore të petës dhe t'i vendosni sipër petës që kemi krijuar. Nuk ka problem fare, pasi këto petë gjatë kohës që të piqen, do të piqen si petët normale të baklavas. Kush nuk ka dëshirë, këto petë që priten mund mos i fus fare brenda baklavas. Dhe tani do të fillojmë të hapim kulaçin e dytë.
Tani petët do mundohemi që t'i hapim pak më të mëdha se sa madhësia e tepsisë ku do të bëjmë baklavan. Pra nuk do t'i hapim fiks sa që është madhësia e tepsisë ku do të përgatisim baklavan, pasi petët në këtë rast ne do t'i thajmë. Dhe zakonisht kur petët thahen, ato t'kuren dhe mblidhen, dhe kjo bën pastaj që kur t'i hedhim në tepsi, petët të mbeten të vogla. Prandaj mundohuni që petët t'i hapni pak më të mëdha se sa që është tepsia ku do të bëni baklavan. Nuk ka problem edhe nëse dalin pak më të mëdha pjesët anësore të petës, pasi pjesët anësore mund t'i presim me thik dhe t'i fusim brenda baklavas. Edhe më pas, petët që keni hapur, do t'i hedhim mbi një tepsi tjetër, mund të përdorni një tepsi furre, pasi në këtë rast procesin e keni edhe më të thjesht, dhe tepsin me petën sipër do t'a fusim brenda në furrë për të krijuar tharjen e petëve. Unë petën e kam lënë brenda në furrë derisa kam përfunduar kulaçin tjetër. Pra kaq kohë është e mjaftueshme që peta të thahet brenda furrës. Nuk e hapim shumë furrën, pra në 150 gradë Celsius do të bëjmë tharjen e petëve, pasi nëse e hapim më shumë, atëherë petët mund të marrin edhe pak ngjyrë sipër, por neve nuk na duhet që petët të piqen në furrë, por thjesht të thahen. Pra kur themi të thahen, kemi parasysh që të krijohen katet e duhura dhe të krijohen shtresa të ndryshme. Pra kjo është dhe arsyeja se pse ne i thajmë petët në furrë, në mënyrë të tillë që nga kjo peta e vetme që ne hapëm, të krijohen disa shtresa, pra të krijohen disa kate brenda të njëjtës petë, në mënyrë që kur ne t'i shtrojmë në tepsi, të krijohet volum në tepsi dhe tepsia të mbushet plot, njësoj si kur hapim edhe petë tek e tek, vetëm se në këtë rast procesi është më i thjeshtë akoma. Kur të përfundoni së hapuri petën tjetër, atëherë e heqim tepsin nga furra, ju e shikoni vetë me sy që peta ka filluar të ngrihet dhe të fryhet dhe në këtë moment ne e heqim petën dhe e hedhim në tepsi. Siç u thash edhe në fillim, duke qenë se petën e kemi hapur pak më të madhe se sa madhësia e tepsisë, tani kur ta hidhni në tepsi do të shikoni që peta është pothuajse njësoj sa që është tepsia, pra peta është mbledhur, është kurur dhe është bërë fiks sa që është edhe tepsia. Nëse ka ndonjë pjesë që është pak më madhe se tepsia, atëherë e prisni atë me thik dhe e vendosni brenda baklavas, nuk ka problem fare. Dhe kështu do të veproj me të gjithë kuleçët e tjerë, derisa të mbërrim tek peta e pestë, pasi kur të hedhim petën e pestë në tepsi, tani në tepsi do të shtrojmë edhe arrat. Arra unë në këtë rast kam përdorur 500 gram, pra kam përdorur gjysmë kile arra të qëruara. Më pëlqen që arrat përpara se t'ia hedh baklavas, t'i thërmoj pak ato në një blender, por nëse doni mund t'i hidhni edhe ashtu siç janë, ose mund t'i shtypni pak me duar si të keni dëshirë. I shtroj mirë me duar në mënyrë që arrat të përhapen kudo njësoj, dhe tani e lëm baklavan më njanë dhe do të vazhdojmë me procesin e hapjes së kuleçëve të tjerë. Procesi është njësoj, si kur vepruam edhe me petët e tjera. Besoj se do ta realizoni në shtëpinë tuaj shumë kollaj këtë baklava. Nëse doni, këtë baklava mund ta bëni edhe me pak shtresa, pra jo me kaq peca që kam bërë unë. Nëse doni mund ta bëni edhe me 6 kuleç ose me 8 kuleç, dhe në fund fare do ta shikoni që tepsia do të mbushet sërish plot. Kur kemi përfunduar edhe kulaçin e 9, pra edhe kulaçin e 9 e kemi hapur, e kemi tharë atë në furrë dhe më pas e kemi shtruar në tepsi, tani kur të mbërrini te kulaçi i fundit, pra kur të mbërrini te kulaçi 10, unë në këtë rast e kam bërë me 10 kuleç, por nëse keni 12 kuleç ose 8 kuleç, gjithmonë kulaçin e fundit do ta hapim në formën e një pete me madhësi sa që është tepsia. Pasi në këtë rast, petën e fundit nuk do ta thajmë në furrë, por do ta shtrojmë të njomë në tepsi. Pasi peta e fundit është peta që mbledh baklavan dhe për këtë arsye duhet që të jetë e njomë.
Dhe tani, ajo që do të bëjmë është prerja e baklavas. Për pjesën e prerjes, mund të përdorni çfarëdo lloj prerje që keni dëshirë, qoftë në formë ylli, qoftë në formë rombi, në formë katrore, në formë trekëndshe, si të keni dëshirë. Unë këtë herë e kam prerë në formë rombi. Kur të pishni baklavan, do ta shikoni edhe vetë se sa të shkrifta dalin petët, pasi petët do t'ju thërmohen në duar. Pasi u a them me të vërtet që kjo baklava del fantastike. Dhe pasi e prisni baklava në formë rombi, sipër do t'i hedhim dhe gjalpin e shkrirë, pra 400 gram gjalp të shkrirë, ja hedhim që të gjithë baklava sipër. Baklavan e kemi gati për ta pjekur në furrë. Përpara se ta fusni baklavan për të pjekur në furrë, mos harroni që furrën ta keni nxehur në 180 gradë Celsius, dhe pasi furra është nxehur mirë, të fusni baklavan dhe do ta lëmë që të piqet në 180 gradë Celsius për të paktën 20 ose 30 minuta. Unë e lash në furrën time për 30 minuta, pasi furra ime pjek shumë ngadalë. E lini 30 minuta në 180 gradë Celsius, ose nëse keni një furrë që pjek shumë shpejt, e lini për vetëm 20 minuta në 180 gradë Celsius dhe më pas e ulni gradacionin e furrës në 150 ose 160 gradë Celsius dhe do ta lini baklavan që të piqet në furrë, pra në 150 ose 160 gradë Celsius për të paktën edhe 1 orë e gjysmë ose edhe 2 orë. Unë në total e kam pjekur këtë baklava për 2 orë. Si që thash, 30 minuta e kam lënë në 180 gradë Celsius, ajsa baklavaja mori atë ngjyrën e bukur të pjekjes sipër, dhe baklavaja mori atë hovin e nxehtë që në fillim, në mënyrë që petët të ndahen kate-kate, dhe më pas unë e kam lënë baklavan edhe 1 orë e gjysmë në 150 gradë Celsius, në mënyrë që baklavaja të kulloj shumë mirë. Dhe gjatë kohës që baklavaja është duke u pjekur në furrë, ne do të përgatisim edhe sherbetin. Për sherbetin, unë kam përdorur 700 gram sheqer dhe 700 gram ujë. I kam hedhur në një tenxhere dhe më pas tenxheren e kam vendosur në zjarr mesatar. E trazojmë sheqerin derisa të shikoni që sheqeri do të fillojë të tretet. Mos harroni që në tenxhere të shtoni edhe pak lëng limoni ose pak limontos në mënyrë që sheqeri të mos na kokrizohet. Dhe pasi sheqeri shkrin komplet, do ta lëmë sherbetin që të marrë val për të paktën 10 minuta në zjarr mesatar. Kur shikoni që sherbeti ka filluar të trashet pak, e heqim nga zjarri dhe e lëmë që të ftohet. Kur kanë kaluar rreth 2 orë që baklavaja është duke u pjekur në furrë, tani është koha që baklavan ta heqim nga furra. Nëse do të përgatisni një baklava më të madhe apo më të trash nga kjo që kam përgatitur unë, atëherë do t'ju sugjeroja që ta lini edhe pak më gjatë në furrë në mënyrë që të piqet akoma edhe më mirë. Dhe më pas baklavan e heqim, siç e shikoni sipër, ka marrë një ngjyrë shumë të bukur. Unë preferoj ta pjek në këtë mënyrë. Nëse doni, ju mund ta piqni edhe më shumë, pra mund t'i jepni pak ngjyrë më të kuqe sipër. Dhe tani baklavan e lëm disa minuta që të ftohet, për të paktën 5 ose 10 minuta, sa t'i dal pak ai avulli i nxehtë i furrës, dhe më pas 10 minutash baklavas i hedhim edhe sherbetin sipër. Keni parasysh që kur t'i jepni sherbetin baklavas, baklavaja t'jetë e ngrohtë dhe sherbeti t'jetë i ftohtë. Ose nëse keni baklavan të ftohtë, atëherë sherbeti duhet që t'jetë i ngrohtë.
Ja hedhim edhe sherbetin baklavas dhe tani baklavan do ta lëm të pushoj përpara se ne ta servirim për miqt apo familjen tonë. Mirë do ishte ta linit edhe për një ditë që të pushonte baklavaja, në mënyrë që të bëhet akoma dhe më e mirë, madje sa më shumë ditë kalojnë, aq më e mirë bëhet baklavaja, jo tretet fare në gojë. Por nëse nuk ju durohet, ose nëse doni që ta provoni dhe keni miq në shtëpinë tuaj, atëherë mund ta lini edhe për disa orë. Mjafton që baklavaja të ketë pirë sherbetin dhe më pas mund ta servirni për familjen apo miqt tuaj. Ditë ju them që me këtë recetë nuk do të keni asnjë dështim, do të nderoheni përpara të gjithë familjes. Do të dalë një baklava fantastike, do ta shikoni dhe vetë që kur t'i prekni petët e sipërme të baklavas, ato do të treten dhe kjo baklava do t'ju shkrihet në gojë. Prandaj, unë më sugjeroj që ta provoni këtë recetë dhe mos kini merak fare pasi ka për t'ju dalë një recetë fantastike. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni ta ndani atë me miqt dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të gjithë të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.